Nuk bashkojnë dot 4 fjalë, Rama për komentuesit në rrjetet sociale. Mua shëndet më bëhen sharjet dhe mallkimet. Kryeministri Edi Rama ka ironizuar komentuesit në rrjetet sociale duke thënë se mungesën e argumentave e kompensojnë me sharje dhe pislëk. Me anë të një postimi në Facebook, Rama tha se sharjet dhe mallkimet e tyre vetëm sa i shtojnë shëndet dhe vullnet. Sipas Ramës, revolucionarët që nuk din të bashkojnë dot 4 fjalë bashk për të formuar një koncept, kanë ndotur debatin publik me fjalorin e tyre. Kryeministri solli si shembull edhe rajonin e Camargue në Francë, për cilën tha se mbrojtja e natyrës dhe zhvillimi ekonomik mund të ecin paralelisht. Sipas tij, modeli me Camargue dëshmon se natyra nuk është domosdoshmërisht kundërshtar e zhvillimit, por mund të kthehet në një aset ekonomik që garanton ruajtjen e biodiversitetit dhe mirëqenien e komuniteteve lokale. Dy llafe si fillim për revolucionarët që hyn këtu dhe në përfaqet sociale të kujdo që mendon ndryshe prej tyre, me që nuk bashkojnë dot 4 fjali bashk për të formuar një koncept, kompensojnë boshllokun me fjali bërtitse, ku spikasin sharjet dhe thirrjet një rrokshe. Lërin një ambientalistët e vërtet në punën dhe në të drejtën e tyre të protestës, lërin një mbrojtësit dhe dashamirësit e vërtet natyrës në punën dhe në të drejtën e tyre të protestës, lëreni në të drejtën e tyre dhe qytetarët e shqetësuar, por patjetër lëreni në rahatin dhe ngjyrën e tyre dhe flamingot dhe mos ua bëni puplat bëj kafe me llumbin e gjuhës së rrugës. Merruni me mua sa të doni, se mua vetëm shëndet dhe vullnet më bëhen sharjet dhe mallkimet tuaja, por boll e ndotët këtë me xhelisin shqipfolës të rrjeteve sociale me fjalorin tuaj me 40 fjalë, ku 20 janë sharje dhe pislëk. Dhe tani një shembull tjetër, kur flitet për ligatina, laguna dhe zona të mbrojtura, shpesh krijohet përshtypje sikur mënyra e vetme për t'i mbrojtur është i shkëpusësh nga jeta ekonomike, por Camargue në Francë tregon një tjetër histori. E vendosur në deltën e lumit Rhône, Camargue është një nga ligatinat më të rëndësishme të Europës, një peizazh i jashtëzakonshëm me laguna, këneta, dunat bregdetare, kripore, flamingo roz, kuajt e bardhë të famshëm të Camargue dhe qindra lloje shpendësh. Një parajse biodiversitetit, po njëkohësisht edhe një motor ekonomik. Sot Camargue është një destinacion ndërkombëtar me hotele butik, restorante, marina, turizëm natyror, kalërim, vëzhgim, shpendësh, prodhim tradicional të kripës dhe një ekonomi lokale që jeton pikërisht fal peizazhit që ka ruajtur. Franca nuk e mbrojti Camargue duke mbajtur larg qytetërimit saj. E mbrojti duke e bërë të vlefshme për qytetërimin e saj, duke kuptuar se natyra nuk është domosdoshmërisht kundërshtar e zhvillimit, madje ndonjëherë ajo është vetë zhvillimi. Prandaj sot flamingot janë ende aty, lagunat janë ende aty, biodiversiteti është ende aty. Prandaj pyetja nuk është nëse natyra dhe ekonomia mund të bashkëtojnë. Pyetja është nëse kemi vizion për ta kthyer natyrën në një aset ekonomisë, sepse kur peizazhi bëhet pjesë e modelit ekonomik, njerëzit nuk janë më indiferent dhe shpesh shkatëruese ndotës, kanë interes të mbrojnë. Dhe ky është mësimi i vërtet i Camargue, nuk zgjodhi mes natyrës dhe zhvillimit, por se gjeti mënyrën që të dyja të fitojnë bashkë.